Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Pogradecit, ku një vajzë 10 vjeçare është sulmuar nga e qeni i fqinjit në lagje nr. 4 në hyrje të lagjes Goric. Sipas informacioneve, në momentin e ngjarjes në vend kanë qenë 2 vajza të mitura. Njëra nga vajzat është kafshuar nga qeni dhe është tërhequr zvat për disa metra, duke pësuar lëndime që kanë kërkuar ndërhyrje mjekësore të menjëhershme. Banorët e lagjes raportojnë se situata me këtë qen ka qenë problematike prej kohësh, duke u kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për komunitetin. Burime bëjnë me dije se pavarësisht ankesave dhe apeleve të përsëritura, poseduesi i qenit nuk ka marrë masa për të parandaluar rrezikun. Ngjarja është referuar për procedim penal, ndërsa e mitura po merr ndihmën e nevojshme mjekësore në spitalin e Pogradecit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.